Nëse do t'ishe në kombëtarin italiane, do të përpiqesha të kishe hipotekuar vendin e dytë përpara se të luaja ndeshjen e fundit me Shqipërinë. Në të kundërt do të shqetësohesha për ta, pas ne do t'japim gjithçka në fushë. Ky është paralajmërimi që Gianni De Biasi ka bërë atë të tij të parë në një intervistë të dhënë për Sport Mediaset. Pas 3 ndeshjeve të para, skuadra e cila më ka bërë më shumë përshtypje është Spanja, një skuadër shumë e fortë. Jo më kote dominoi Italinë deri në minutën e 65. Ndryshimi i trajnerit ka ndikuar pozitivisht, i ka dhënë skuadrës impulse të reja. Të mbështetesh tek lojtarë që luajnë për Real Madrid, Barcelona, Chelsea apo Bayern München është një privilegj i jashtëzakonshëm. Mendoj se është shumë e vështirë për Shqipërinë, por dhe për Italinë. Spanja është një skuadër e vështirë për të përballur, janë një ekip me nivel shumë të lartë taktik dhe fizik. Krahasuar me Del Bosque, Lopetegui ka një avantazh të madh, ka stërvitur shpresat e Spanjës dhe i njeh mjaft mirë lojtarët si Morata. Në fund De Biasi u rikthye edhe një herë tek sfida kundër Italisë. Është e qartë që Italia ka diçka më shumë se ne, por nëse nuk do ta provoja të luftoja për vendin e dytë, do ishte më mirë të largohesha nga Shqipëria. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i presidentit të Federatës Italiane të Futbollit Carlo Tavecchio, i cili është përgjigjur kërcënimit që i bëri De Biasi Italisë për vendin e dytë në grupin G. Ne do të shkojmë të luajmë në Shqipëri me dëshirën për të fituar, si për herë. Do të bëjmë të pamundur që t'ia mbyllim gojën De Biasit.